Të nderuar shikues të Euronews Albania, përshëndetje. Mirë se erdhët në Balkan Talks. Në mesjavën e kësaj jave që po mbyllet gradualisht, u arrit një ngjarje e madhe politike dhe diplomatike. U nënshkrua mes Iranit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës memorandumi i mirëkuptimit. Ai u nënshkrua nga presidenti i Iranit Mahmud Pezeshkian dhe nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Marrëveshja konsiston në 14 pika. Ne do t'i analizojmë ato shkurtimisht dhe më pas do të fokusohemi tek realitetet e reja gjeopolitike që krijohen në lindjen e mesme. Për ta bërë këtë bisedë, unë kam kënaqësinë që të jem në studio me ish ambasadorin e Republikës së Shqipërisë në NATO dhe ish drejtorin e Shërbimit Inteligjent Shqiptar, zotin Visho Ayazi Lika. Ambasadori, falenderoj që erdhët në studio. Faleminderit për ftesën. Faleminderit. Dhe në lidhje direkte nga Prishtina, unë kam kënaqësinë që të kem ish ambasadorin e Kosovës në Emiratet e Bashkuara, analist dhe politolog i njohur, zotin Avni Arifi. Ambasador Arifi, ju falenderoj që gjetët kohë. Përshëndetje nga Prishtina, faleminderit për ftesën. Ju falenderoj unë juve. Ambasador, doja që ta filloja. Nënshkruhet një memorandum mirëkuptimi mes dy palëve ndërluftuese. Ka patur reagime të shumta pro dhe kundër, përsa i përket përmbajtjes dhe asaj çka rrjedh prej këtij memorandumi. Në optikën tuaj, ky është më shumë një marrëveshje paqe, pra ky memorandum, apo është një armë pushim diplomatik për t'i dhënë më shumë kohë për të thelluar dhe për të mbyllur të gjitha problematikat mes dy shteteve? Së pari unë mendoj që është një lajm i mirë që në fund të fundit të vendosë që të bëhet një paqe të paktën në përkohshme. Në fund të fundit i jepet më shumë hapësirë diplomacisë për të zgjidhur problemet që janë tashmë në këtë konflikt vërtet mjaft të rëndë. Si e tillë, ky është një moment i rëndësishëm si për Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë rast, po ashtu edhe për Iranin. Shumë veta dhe në shumë media flitet se ky është një humbje, po ose më saktë një tërheqje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, po ashtu është një upper hand ose fitore për Iranin. Unë nuk besoj se asnjëra prej këtyre qëndron. Në të dy rastet, të dy palët janë shumë të interesuara që kjo çështje të mbyllet. Po të kthehemi pak në retrospektiv, Trumpi ka qenë gjithmonë dhe ka shprehur gjithmonë që unë jam për luftrat gjata. Unë jam për paqen nëpërmjet forcës. Paqen nëpërmjet, eksakt, kjo është më saktë. Dhe në këtë rast nuk ka qenë kështu. Kështu që ai siç po duken punët, po mundohet të kthehet pikërisht në atë idenë e tij fillestare që kjo çështje do të mbyllet. Qoftë edhe me disa tërheqje që mund mos jenë aq parimore për të. Kështu që në këtë aspekt unë them që është një lajm i mirë, padyshim, por pritet të shikohet, jo pa arsye edhe unë besoj, domethënë, me mençuri është quajtur marrëveshje, memorandum, mirëkuptimi, sepse nuk është akoma marrëveshje. Më kuptoni? Pra, në të dy krahat, kjo është e mirëpritur, por sigurisht që ka plot aspekte tjera ku kjo mund të kontestohet ose e tjera, por që janë për të parë. E drejt. Ambasador Arifi, në optikën tuaj, cili do të ishte suksesi më i madh i këtij memorandumi dhe çfarë është ajo që juve ju ka bërë përshtypje që nuk është materializuar pas negociatash intensive të zhvilluara deri tani? Unë pajtohem me ambasadorin për fjalë që i tha, edhe unë e shoh si një hap të madh drejt një paqeje dhe një fitoreje reciproke, të paktën për popullin e Iranit, çka mungon maze pritet dhe që do të përcaktoj suksesin apo dështimin e kësaj marrëveshje, është ajo çka do të ndodhë në negociatat 60 ditore që pasojnë, ku do të mirën vesh për proksit e Iranit, se a do të financohen apo jo. Në një situatë hipotetike ku e heken sankcionet Iranit, ku ai merr $20 miliardë që pritet i marrë në një kohë të shkurtë, mirë po nuk e ndërpret përkrahjen e proksive në Yemen, në Hezbollahun dhe Hamasin, atëherë kjo marrëveshje mund të na shkëpitë një luftë totale. Mirë po, duket se gjërat nuk do të jenë ashtu. Kjo marrëveshje ka kriju një bazë të jashtëzakonshme
për kthimin e Iranit në tregun ndërkombëtar, kur flas në tregun ndërkombëtar nuk kuptoj heqjen e sanksioneve, hapjen heqjen e sanksioneve për naftë që do të ndikojë drejt për drejt edhe në çmimin e naftës, në kuptim të asaj se Kina nuk do të ketë më naftë të lirë dhe të bollshme, kurse suksesi më i madh është se Irani ka pranuar që të pezullojë të gjitha aktivitetet për ndërtimin e armës nukleare. Është interesant, në Iran janë 3 grupe të njerëzve që shohin këtë marrëveshje. Një grup është i lumtur që do të ketë paqe, grupi tjetër është i zhgënjur se nuk është ndrruar regjimi, edhe pse kjo çështja e ndrrimit të regjimit është diskutabile, këtë do ta shohim vetëm në muaj që pasojnë se a ka ndrruar me vërtet regjimi, dhe është një kategori që është e zhgënjur sepse Irani është dorëzuar. Kjo dominon atje. Mirë po, unë besoj se është bërë një hap gjigant drejt rikthimit të Iranit në proceset botërore, dhe unë besoj se në të ardhmen e afërt nuk përjashtohet mundësia që të shohim Iranin një lojtar të rëndësishëm të paqes në rajon. Ambasador, se është tepër, megjithëse se kjo çka po them, çka fjalia fundit është tepër ambicioze, mirë po se është vendos një lloj sistemi i vlerave, një sistem se i kanë deportuar shumë në sistem Iranit, është më së sigurt. Pikërisht, ambasador Arifi, për ta vazhduar me ambasador Visho Ayazi Likën, një nga arsyet kryesore të fillimit të konfliktit ishte arma bërthamore, rreziku i konsiderueshëm që Irani ta posejdonte dhe nëse e posejdonte do të asgjësonte Izraelin dhe do të prishte i gjithë konfiguracioni i lindjes së mesme. Ndërkohë, për sa i përket çështjes së armës bërthamore, sipas memorandumit, angazhohet Irani për të mos zhvilluar armë bërthamore, do të ketë mbikëqyrje ndërkombëtare të çështjeve bërthamore dhe trajtimi i uraniumit të pasuruar dhe krijimi i mekanizmit të zbatimit me objektiv marrëveshje përfundimtare të miratuar ndërkombëtarisht. Pra duket sikur është krijuar kuadri që këto bisedime që do të pasojnë 6 ditore do të jenë më të fokusuara, më të përqendruara për të realizuar këtë objektiv, që Irani të mos ketë më uranium. Shikoni, kjo është pika kryesore, praktikisht. Në fund të fundit kjo është edhe arsye kryesore që Trump deklaroi tani vonë, që tha që ne u futëm në luftë për të hequr mundësinë e Iranit të qenë një fuqi bërthamore e cila rrezikon ekzistencën e Izraelit. Paktën këto janë fjalët eksakte që tha presidenti Trump. Dhe unë do të thonjë që kjo është edhe suksesi kryesor. Të gjithë pikat e tjera janë në varësi të kësaj. Tani, suksesi kryesor është që rada kur të bisedohet, pra si që thotë ju, është krijuar një platformë, mbi të cilën do të diskutohet në 60 ditë në vazhdim, po unë besoj edhe më shumë. Sepse, nëse keni parasysh, në tekstin e marrëveshjes thuhet qartë që do të fillojnë bisedimet për praninë e Agjencisë Botërore të Energjisë dhe për të gjitha, gjëra që kanë qenë pikat kryesore të mos dakordësimit dhe në fund që çuan edhe në konflikt në mes Shtetit Bashkuar, Izraelit dhe Iranit. Në këtë aspekt, unë të thoshe që ky është edhe suksesi kryesor. Të gjitha të tjerat janë rrjedhoj kësaj. Tani, detajt janë shumë të rëndësishme në këtë rast, edhe u tha nga të dy palët në fakt që ne të shikojmë si tush të gjitha këto janë conditional. Pra janë të kondicionuara se sa do të jenë suksesshme. Sa njëra palë do të zbatojë. Pra, sa do japin, sa do lëshojnë dhe sa do marrin secila palë. Por ajo që në fund të fundit, kërkesa themelore për të pasur një rezultat është jo armë bërthamore dhe megjithatë Irani ka ngul kam për diçka që unë besoj që është legjitime për to, që thotë unë duhet të kem akses në energji bërthamore për përdorim civil. Diçka që është lënë e hapur, por me mbikëqyrje të rrept nga Organizata Botërore të Energjisë. Ambasador Arifi, ju e cekët, po doja opinionin tuaj. Irani deri më sot ka qenë furnizuesi kryesor i proksetve që ju i përmendët dhe që shkaktonin një situatë të tensionuar dhe e mbanin të ndezur lindjen e mesme. Përtej çështjes së armëve bërthamore, ky është një element tejet i rëndësishëm dhe duke mos pasur ndryshim regjimi në Iran, a është
është e mundur që Irani të ndryshojë qasjen pikërisht ndaj këtyre proksive, sepse kjo do të shënonte një ndryshim të rëndësishëm në qasjen e vet si aktor i rëndësishëm gjeopolitik, po të hiqte dorë nga proksit, do shndrohej jo në atë aktorin protagonistin agresiv të lindjes së mesme, por do t'i duhej kohë për të gjetur veten në një realitet të ri gjeopolitik ku aktor të tjerë, si Izraeli dhe Turqia, do ta shfrytëzonin për të rritur fuqinë e tyre në rajon. Këtu është edhe esenca e suksesit të marrëveshjes. Shqo, marrëveshja përfshin edhe paqen në Liban. Në rast se këta vazhdojnë ta mbështesin Hezbollahun, është e panatyrshme që të mos ketë konflikte mes Hezbollahut dhe Izraelit, sepse dihet që Hezbollahu në një formë apo tjetrën do të sulmojë apo do të ketë përpjekje për sulm ndaj Izraelit, gjithashtu nëse financohet, vazhdon të financohet Hamasi, do të ketë konflikte me Izraelin dhe kjo do ta minonte tërësisht marrëveshjen. Pra, esenca e tërë marrëveshjes në fakt janë tri. E para është ajo që bisedum pra për armë nukleare dhe çka do të ndodhë me ato 46 kg e uraniumit pasuruar mbi 60% që pra paskenës i ka pasuru Irani, çka do të ndodhë me ato, çka do të ndodhë, a do të ndërtohet një sistem ku Iranit do t'i mundsohet që të ketë energji nukleare, po jo edhe bombë atomike. E dyta është çka do të ndodhë me proksit. A do të ketë një marrëveshje definitive me proksit, a do të ketë një marrëveshje ku Irani e ndërpret, sepse tërë këto vite ka qenë katalizator i shumë vrasjeve dhe krizave në krejt atë pjesë të botës. Dhe e treta që po besoj që shumë e rëndësishme është ajo çka mund të thonë se edhe po ndodh në botë është lufta globale për naftën. Çka do të ndodhë me naftën? A do të jetë hapja e sanksioneve dhe ka do të jetë orientimi iranian? Mos harro se në një periudhë të afërm të goditura nga këto marrëveshje pritet jenë Kina dhe Rusia. Në kuptim të asaj se nëse brenda 30 ditëve, ashtu siç e parasheh marrëveshja, do të kthehet trafiku në ngushticën e Hormuzit, siç ka qenë, me një dalje të Emirateve nga OPEC-u dhe paralajmërimit se do të rritë plasimin e 1.4 milion më shumë barelve të naftës në treg, me një rritje të plasimit të barelve të naftës nga Venezuela. Dhe pastaj edhe me këto me Iranin pritet një ramje drastike e çmimit të naftës, kurse Agjencioni për Energji ka paralajmëruar qysh se në vitin 2027 do të ketë tepritje të naftës. Kjo është tepër goditse për një shtet që është me naftë e financu luftën në Ukrainë pra Rusin, dhe por njëkohësisht edhe humbje e një përparësie konkurruese për Kinën, e cila ka vite e vite që ka marrë naftë pothuajse falas nga Venezuela dhe Irani. Përveç që ka pas çmim shumë të ulët, një pjesë të madhe të naftës e ka marrë me barter, ku janë godit, ku ka kriju një përparësi konkurruese, pra Kina humbë me miliarda. Megjithatë, këto tri elemente besoj që janë boshti i suksesit të tërë sistemit apo të tërë marrëveshjes që është arritur. E drejtë. Ndërkohë, ambasador Visho Ayazi, doja që ta vazhdoja me një element. Para se të fillonim të bisede e cekëm disi. Përtej memorandumit, një vatër e re keqkuptimesh, mosmarrveshjes, kanë lindur mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Si i keni parë ju ato, duke qenë se nga aleat teje të ngushtë që filluan dhe një konflikt armatosur së bashku, interesat e ndryshme përsa i përket mbylljes së konfliktit dhe realizimit të objektivave, duket sikur mes Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka dallime dhe dallime të rëndësishme. Po, kjo është një nga rësitë e kësaj marrëveshje, ose më saktë këtij procesi. Mos harrojmë që Shtetet e Bashkuara të Amerikës hynë në luftë për Izraelin, pavarësisht sepse pasja e armës bërthamore për Iranin është përgjithsisht rrezik global, nuk është vetëm direkt, por ekzistencial i quajtur për Izraelin. Në këtë pikë, Shtetet e Bashkuara u angazhuan shumë, por edhe një pikë ku ata thanë që shikoni,
ne do të zgjidhim atë pikë për cilin ne kemi hyrë në luftë. Dhe lufta ka qenë për qarmatosjen bërthamore të Iranit. Në momentin që ne arrim këtë pikë, arrim këtë objektiv, atëherë për ne lufta ka mbaruar. Është çështja e Izraelit që si të zgjidhë problemin me fëmijët e tij. Nga ana tjetër, si të paktën siç e tha qartësisht Netanyahu mbas kësaj marrëveshje, gjë e parë që më bëri shumë përshtypje ishte që u tha që ne nuk e japim tekstin paraprakisht ne nuk e japim tekstin e marrëveshjes që kemi me Iranin. Ishte hera parë që Shtetet Bashkuara qartësisht dolën që kjo është marrëveshje mes Shtetit Bashkuar të Iranit. Për këtë punë ne kemi bërë sakrificat tona dhe ne duhet të arrijmë këtë marrëveshje. Nga ana tjetër, qartësisht nëse keni parasysh në Ksenet, në parlamentin e Izraelit, opozita, do thosha, e djathtë ekstreme e tyre tha nuk jemi dakord. Netanyahu shikoni tha, ty ke dy gjëra që ke humbur. Puna parë, ke humbur grip, ke humbur atë do të thosh kontrollin ndaj sigurisë së Izraelit në brenda afër kufive tu, që është i Libanit, dhe dyta, nëse prapë kemi siguri që Irani nuk do ta bëjë këtë që ka bërë. Kështu që në këtë aspekt ju jeni humbur i madh. Ndërkohë që po atë ditë u përgjigj Netanyahu duke thënë që shikoni, në all my adult life I have fought very much to stop the access, Iran's access to a nuclear bomb. Tha në një mënyrë kjo është arritur, por përsëri në Izraeli ka të drejtën e vet me reagu në çdo rast. Sepse është shteti i pavarur dhe sovran. Pra, pavarësisht nga marrëveshjet që arrihet me Shtetet Bashkuara të Amerikës, është një diçka që vërtet është risi, por e pritshme në llojin e vet, sepse ato që një pavarësisht se hyn në luftë përbashkët, objektivet ishin ndryshme në një mënyrë. Dhe unë besoj që këtu mos harrojmë që të dyja palët, si Netanyahu, pra si Trumpi janë afër zgjedhjeve shumë të rëndësishme për ta. Po. Netanyahu në tetor ka zgjedhjet parlamentare, në nëndor janë zgjedhjet e pjesme, kështu që të dy janë shumë të kujdesshëm tani se çfarë outcome do ketë kjo, çfarë rrjedhoje do ketë kjo në elektoratin e vendeve përkatëse. Pak a shumë të njëjtën pyetje, ambasador Arifi, si e shihni ju raportet që duken të tensionuara, mediat ndërkombëtare, të gjitha pa asnjë përjashtim, flasin madje edhe për telefonata të plot zemrat, telefonata të tensionuara, shpeshherë me mbyllje telefoni mes presidentit Trump dhe kryeministrit Netanyahu. Në këtë situatë, madje vazhdojnë her pas here goditjet izraelite ndaj objektivave të Hezbollahut në Libanin e Jugut, çka do të thotë që Izraeli nuk tërhiqet kollaj nga objektivi i tij për ta azgjësuar Hezbollahun si kërcënimin aktual më serioz për vetë ekzistencën e tij. E natyrshme dhe e pritshme ka qenë që në çdo marrëveshje Izraeli do të ketë rezervat e veta. Shtetet e Bashkuara të Amerikës megjithatë dëshmuan se kanë hyrë për interesat të veta. Izraeli është njëri nga interesat, po jo, nuk kanë hyrë vetëm për Izraelin. Kanë hyrë për armë bërthamore, mos harro se nga proksit e Iranit janë vrarë me mira amerikan. Paqja dhe stabiliteti në atë pjesë të rajonit është diçka që i nevojitet Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Qëllimet që ka Izraeli ndaj Iranit nuk janë qëllimet njëjta me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Këto kanë qenë në 40 vitet e kaluara. Analistë ndryshëm thonë se çdo president që ka ardhur në zyre ka qenë i ekspozuar kërkesës së Izraelit që të bombardojë apo të hyjë në luftë me Iranin. Domethënë apo flasim për qëllime të ndryshme. Siguria e Izraelit është çështje shqetësuese që bën Izraelin jashtëzakonisht të ndjeshëm. Shumë të ndjeshëm dhe këtu për atë në fillim të emisionit thash se paqja dhe stabiliteti dhe suksesi i kësaj marrëveshjes varet tërësisht nga ajo se çka do të ndodhë me Hezbollahun, a do të shndrohet në një forcë politike, sepse megjithatë flasim sinqerisht është e palogjikshme që të ketë një ushtri të rregullt një shtet dhe të ketë një ushtri paramilitare siç është Hezbollahu, as më parë ku edhe vetë shteti i Libanit ka përpjekje që të demobilizojë Hezbollahun dhe njëti problem është edhe me Hamasin, është marrëveshja që ajo të çarmatoset, mirë po çarmatosin po e kërkon tash Hamasi në shkëmbim
të një marrëveshje gjithë përfshirëse, cilën marrëveshje gjithë përfshirëse ka 40 vjet që askush prej fillimit nuk ka mujt me u arrit. Domethënë, esenca e gjithë kësaj dhe çka muj me pa do të ketë me të vërtet në është një rrugë apo një fushë e minuar ky 60 ditë që i marrëveshjes për atë se çfarë do të ndodhë me Hezbollahun, Houthis dhe Hamasin. Megjithatë, edhe një pyetje tjetër, ambasador Arifi, pikërisht për shkak të ndjeshmërisë së lartë që Izraeli por edhe Shtetet e Bashkuara kanë ndaj fuqive proxy në rajon përkundrejt Izraelit, por dhe interesave të tyre. Si e shihni ju ecurinë e negociatave mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit për të akomoduar disi dhe këto interesa madhore të sigurisë së Izraelit, që në fund të fundit janë një nga shtyllat e asaj që Shtetet e Bashkuara e shohin si një rikompozim të paqes në lindjen e mesme. Pa këto fuqi proxy, lindja e mesme do të ishte shumë e stabilizuar. Por Irani do të heqë dorë nga mbështetja për proxyn siç e ka premtuar të paktën në memorandumin e mirëkuptimit? Kjo është ajo që kjo është pyetja e madhe. $1 milion. Po, që na jep edhe një përgjigje sepse ka shumë spekulime në atë se nga kush qeveriset sot Irani. Në fakt nuk ndodhi ndryshim e regjimin kuptim të asaj që e kanë shpresuar njerëz që të kolapsoj garda republikane, të kolapson sistemi. Mirë, po se kemi bëjmë me një ndryshim të madh të njerëzve që qeverisin dhe që ka luftë të madhe për pushtet. Kjo nuk ka dilema. Tash varet se çfarë po don Irani. Nëse don Irani me vazhdu dhe me qenë faktor destabilizues dhe me besu se Rusia me bashkëpunimi, atëherë do të dështoj kjo marrëveshje. Mirë, po mund të shohim një ripozicionim të Iranit, sepse me fuqinë që e ka, me pasuritë resurset natyrore që ka dhe me ndihmat, po flasim për $300 miliard amerikan. Ajo mund të ketë impakt shumë më të fuqishëm politik në rajon se sa që ka sot për sot me proxy të tij. Kjo është, domethënë, është çështje e maturisë politike dhe çështje mos harro ne po abstrahojmë edhe një gjë. Domet që ka marrë nga bombardimet janë të jashtëzakonshme. Tek industria ushtarake është dëmtuar në shkallë të jashtëzakonshme dhe mund të marrë me mend se një regjim i tillë bjetesën e vet e sheh në afërsinë ekonomike dhe pra po flasim për shumë elemente të panjohura deri tani. Shumë të panjohura. 60 ditë që besoj që do t'i qartësoj. Të qartësoj. Tash për tash është vetëm një dokument që ka hyrë fuqi, që nga dje dhe me njëherë kanë reagu bursat, edhe çmimi i naftës dhe bursat kanë reagu. Nesër pritet nënshkrimit ceremonial, po lufta e vërtet në bindjen time fillon çka do të ndodhë me proxyt, si do të menaxhohen ato 46 kg të uraniumit, të cilat nuk dihet se ku janë, çfarë aranzhmonesh do të jenë për energjinë nukleare, dhe aranzhmane tjera natyrisht të vinë pas ajo tema më e bukur për metale të çmuara dhe për naftën. E vërtet. Nëse mundem, parë jam dakord plotësisht me çfarë tha ambasadori për pikërisht për situatën lidhur me proxyt, por unë të shtoja këtu që ka dhe një pikë mjaft të rëndësishme që është prezenca e Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon. Pra për alatët e tjerë për rreth Iranit. Të rajonal të cilët quhen proxy për Shtetet e Bashkuara. Quhen proxy për Shtetet e Bashkuara nga Irani. Është interesant të thuhet që është rreth dakord që në mënyrë të bëhet një lloj tërheqje graduale e Shtetit Bashkuar të Amerikës në parim, gjithmonë parim. Kjo ngelet për të pa në fakt sepse ne po flasim për fuqi rajonale mjaft të mëdha, fuqi me shumë resurse, të cilët me sa diun do të jenë edhe pjesa baza kryesore e vëzhguesve. Jo vetëm e vëzhguesve, por dhe ndihmës ekonomike që do t'i kthehet Iranit. Për arsye të dëmtimeve ose për të dëmeve të luftës. Ky është një moment që Shtetet e Bashkuara deri vonë kanë pas një qëndrim strikt. Por në marrëveshjen e fundit në fakt thuhet që do të rishikohet një zhvendosje ose tërheqje graduale e forcave të Shtetit Bashkuar në rajon. Kjo është vërtet diçka e re, po që se di se ku do të jetë
mbetet për të parë. Duke qenë se jemi tek gjeopolitika dhe pas këtyre zhvillimeve, edhe po i afrohemi fundit të kësaj bisede, por me ekspertizën që ju keni doja t'ju pyesja. Kemi vënë re dhe një acarim të ndjeshëm të raporteve mes Izraelit dhe Turqisë. Retorika mes presidentit Erdogan dhe kryeministrit Netanyahu ka qenë tejet e ashpër, po kështu edhe ish kryeministra apo elita politike në Izrael është shprehur që sfida jonë radhës, duke qenë se e quajnin të mbyllur çështjen me Iranin, do t'jetë ballafaqimi me Turqinë. Si e shihni ju lindjen e mesme, edhe pse është mbetet e paqartë raportet e fuqive dominuese në lindjen e mesme rajonale? Pyetje mjaft interesante në fakt, vërtet është ka qenë një risi kjo, kur figura të larta, figura prominente politike të Izraelit kanë thënë hapër fare që next, pra i radhës, kundërshtari i radhës për luftë është Turqia. Shikoni, së pari ata po shikojnë pozicion politikat për herë më të pavarur të Kinës, të Turqisë për rajonin. Ju e dini që të tre palët, këtu përfshi Iran, Turqi dhe Izrael, nuk janë alat, s'kanë qenë asnjëherë alat me njëri tjetrin, kanë mbajtur një raport të bërë larguar, por me acarimin ose me hapjen e kësaj lufte mes Iranit dhe Izraelit, ato e shikojnë me shqetësim për dy arsye. Së pari sepse Turqia politikisht është stabil, ushtarakisht shumë e fortë, ushtarakisht po ecën me shpejtësi të madhe në zhvillimin e teknologjisë ushtarake. Dhe është kthyer në eksportues të fuqishëm të armëve, siç e dini. Por, jo vetëm kaq, politikisht Turqia për herë më tepër po del kundër Izraelit, thotë që Izraeli këtu është problem, është faktor destabilizues dhe jo faktor në krahun tjetër, prandaj si i tillë ne jemi të gatshëm që të ndërhyjmë në çdo rast. Pra, retorika është ashpërsuar shumë. Unë nuk besoj se të shkojë puna në konflikt mes Turqisë dhe Izraelit, pas Izraelit di shumë mirë që Turqia është pjesë antare e NATO-s dhe kjo do të hapte luftë. Plus që është një fuqi dhe një shtet shumë i madh edhe numerikisht, por edhe ushtarakisht tejet i kompletuar. Kjo është, por është një lloj presioni që po i bëhet Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të ushtruar presion ndaj Turqisë, që edhe ju e dini që së pari influenca direkte e Turqisë në këtë rast është vetë Siria. Mos harrojmë që tradicionalisht Siria ka qenë një fuqi e cila ka pas upper hand në Liban. Sot nuk është e njëjta situatë, por arsye se sot është një... Por Trump e kërkon dhe i inkurajon që Siria të angazhohet në... Sunni sot nuk është më një udhëheq alevi, domethënë që është më afër më afër Iranit. Kështu që në këtë aspekt Izraeli e shef me shqetësim dhe besoj se ka të drejtë ta shikojë me shqetësim. Unë besoj që Turqia nuk do të jetë në ata nivele që të rrezik për Izraelin, por që është kundërshtar dhe që është një pengesë e madhe për influencën e Izraelit në rajon padyshim. Të njëjtën pyetje të fundit kisha edhe për ju, ambasador Arifi. Të them sinqert, nuk kam shumë çka të shtoj ambasadori, fjalëve që tha ambasadori. Turqia me vërtet ka pasur retorikën gjithmonë jo as mirë. Turqi, Izrael, retorika nuk ka qenë, po është rritë shumë kohëve të fundit. Mirë po të qysh Turqinë dhe Izraelin i kanë bajt bashkëpunimi ushtarak dhe bashkëpunimi ekonomik, që këtë retorik gjithmonë të kaluarën qysh ka mbet vetëm retorikë dhe asgjë tjetër. Në zhvillimet në Siri dhe rritja e ndikimit të Turqisë shihet është po u përmend edhe më herët nga deputet Knesetit, nga zyrtarët lartë një kërcënim për ta. Siria, megjithatë nëse ndodh ndonjë përshkallëzim i raporteve Izrael Turqi do të ndodhë me Sirin, por jo vetëm me Sirin. Vendet afrikane që kanë qenë në ndikimin francez, ato dyqysh ranë pastaj për sa ishin rusët në Siri, ranë në ndikimin rus. Mungesa e Wagnerësve ka bërë që ndikimi rus në paktën në 7 vende afrikane është shumë më i dot. Kurse atje shihet se po rritet ndikimi i Turqisë te ato vende dhe ndikimi i Arabisë Saudite. Gjitha këto po përcillen në një nga Izraeli me shqetësim, mirë po pajtohem për një tek të një konflikt apo mes Turqisë dhe Izraelit, pikërisht për arsyet që përmendi ambasadori, por edhe për arsyet për gjithë lloj-lloj arsyesh tjera.
është shumë të vështirë. Megjithëse se do të ketë posaçërisht fërkime në Siri, është e pritshme. I dashur ambasador Arifi, të falenderoj shumë për kohën dhe opinionet që ndave me ne. Ju falenderit për ftesën dhe shihemi hera tjera. Me shumë kënaqësi gjithmonë. Ju falenderoj dhe fundjavë të mbarë në vazhdim. Të nderuar shikues, ne shkëputemi për një hapësirë publicitare dhe kur të kthehemi do të analizojmë konfliktin Rusi-Ukrainë.